jam këtu për të marrë gjithkohën tuaj për të bërë gjithë pyetjet që keni lidhur me ne. Pyetje, dëshmitar, unë mendoj që pikpamjet tuaja për prokurorinë ja vlen që të përmenden këtu. A mund të na i thoni se cilat janë këto pikpamje, dëshmitar? Përgjigje, fakti që të akuzuarit kanë qenë në burg, janë në paraburgim këtu në Hag për më shumë se sa 5 vite, dhe fakti që ato janë dorëzuar vullnetarisht dhe fakti që janë mbajtur të ndaluar për kaq shumë gjatë më shqetëson, mendoj që lidhet me politikën dhe me shtetin e së drejtën. Dhe mua më shqetëson fakti që dikush të jetë i paraburgosur për 5 vite përpara se sa të fillojë të ndiqet penalisht një çështje penale, ndërkohë që këta persona kanë dhënë vullnetarisht, janë dorëzuar vullnetarisht dhe kanë qenë shumë bashkëpunues me gjykatën. Kështu që në rastin e të akuzuarit në fjalë, nuk e kuptoj fare sepse është dashur që qëndroj në burg për 5 vite. Unë për veten time nuk e shikoj këtë si shtetës së drejtës ose studim të ligjit që shpresoja që të krijohej nga sistemi ndërkombëtar ose të paktën pa diskutim sekretarja Albright nuk ka pasur këtë lloj drejtësie në mendje kur ka iniciuar krimin e ish-tribunalit të Hagës kundër Jugosllavisë ose ato të Ruandës. Kështu që mua kjo më është dukur vetëm thjesht si një fajsim kolektiv për shkak të faktit se akuzuari ka qenë udhëheqësi i USHK-s. Duke qenë se i kam parë nga afër liderët e UÇK-s në përmale, në përbjeshk, dhe mendoj që asnjë person tjetër jashtë UÇK-s e ka pasur këtë mundësi, duke pasur një ide të mirë të funksionimit të UÇK-s. Unë për 3 ditë me radhë kam parë nga afër se si janë sjellë ata, se kush ishte përgjegjës, kush ishte komandanti, kush ishte mbështetës, duke pasur këtë lloj njohurie dhe duke ditur se si kanë qenë zhvillimet, unë vërtet mendoj që kjo ka qenë e gabuar. Kjo nuk është drejtësi. Unë nuk jam jurist me profesion, megjithatë kam të drejtë të shfaq dhe të them me zë të lartë opinionin tim.